Ritmi i negociatave të antarësimit dhe përparimi i reformave që lidhen me rrugtimin evropian të Shqipërisë ishin në fokus të takimit të ministres për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali dhe komisioneres për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos. Gjatë takimit, Kos dhe Spiropali vizituan murin e zgjerimit, një hapësirë simbolike në selinë e Komisionit Evropian ku reflektohen progresi i vendeve kandidate. Komisionerja Kos vuri në dukje se Shqipëria është një nga vendet më të suksesshme të grupit të zgjerimit. Siç mund ta shihni këtu, një nga vendet më të suksesshme në grupin e zgjerimit është Shqipëria me pothuajse të gjithë grup kapitujt e hapur. Me ndihmën tuaj shpresojmë se do të ndryshojmë dhe ngjyrën e kapitullit të fundit nga e kuqe në të verdhë në muajin nëntor. Në vim, komisionerja konfirmoi mbështetjen e plotë të BE-s për ambicien e Shqipërisë që të mbyllë negociatat e antarësimit brenda 2027-s, duke përgëzuar vendin për rezultatet e arritura në reformimin institucional dhe ekonomik. Ana e saj, ministreja Spiropali deklaroi se progresi i Shqipërisë është reflektim i vullnetit të një populli që është më pro BE-s në rajon dhe ndoshta në të gjithë kontinentin. Ajo nënvizoi se procesi i integrimit nuk është burokratik, por një proces transformues që përforcon vlerat europiane të shtetit dhe shoqërisë shqiptare. Shqipëria është një vend evropian dhe ka qenë atje që nga fillimi i kohës. Tani është gati të qëndrojë me Europën brenda Unionit. Në një reagim në rrjetet sociale pas takimit, Spiropali vuri në dukje se Komisioni Evropian ka disbursuar 100 milion euro për Shqipërinë si mbështetje për reforma strukturore në fushat e konkurrueshmërisë, energjisë, digitalizimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në kuadër të planit të rritjes së BE-s.